Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togani, Edi Oga dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Çka punë do më thonë. Çava topin jemi live aty të u marr me muhabet e kot aty. Po jo, nuk e kam me ty, e kam me gocat. E kam me gocat. Me kollu kombëtarja. Se erdha ajo çava topin aty. Gjashtë ditë që shohim gjitha burrat zien për kolltuk kotën tash. Jam shumë e përfshirë aty, jam shumë e përfshirë. Se besoj që protestën e keni lajmëruar ose e keni thirrur me një grup WhatsApp-i. Sa keni members ke grupi WhatsApp-it? Atëherë 250.000. I marr në gjithë me emra. Unë vetë që e kam organizuar, thjesht jam tërhequr, jam përgjegjëse vetëm për atë sektorin aty për të ruajtur derën e kryeministrisë, se nuk dua të duket provokim, se ka dhe skema të tilla. E paguar. Domethënë Altini që tha di hajde futemi mrena, ju e sabotuam. Edhe po u futën, lale se ju ngatroni, se s'merrni vesh nga gjella me presh, duhet dini tani me mish, edhe po të futesh kryeministri, është përpara, është ekspozita. Asi gjë s'ke çaj bën vlla. Edhe mund të hapin vetë derën, ato ja u futet, do shohësh piktura. Ishte shumë përqeshur, ndërkohë që ne po të çirreshim. Edhe nata po afrohej. Po. La ndezi dritat kryeministri. Sa i dezexha. Bashkohem me ju për mirë dritave. Jam dhe unë aty. Jam dhe unë aty si dritë për shkak. Ndonjëherë dhe pak do kishit marrë dhe jakullore me treshije. Ose vite vet ai. Vite vet. Donin ata mikrofonin gjithë do. Ti do jesh ke një zeçja që ka kërkuar ai për të fol për Zvërnecin? Ose je nga Vlora? Duhet ti shke zeçja. Pse duhet jem? Ne nga Vlora kemi kohë për dialog, kemi kohë për vetë. Lale ti shon nga Vlora. Asnjë hall senatyre. Kaq vjet që bëjmë të njëjtin program bashkë, si nuk ke folur herë vetëm për Zvërnecin. Seriozisht e ke ti? Nuk ke folur vetëm për Vlorën, për Zvërnecin, të kam treguar historinë. Se vjen turp, e kemi dëgjuar edhe në radio. Ne kemi dhe foto aty. Dhe të lutem ke filluar të mësosh një fjalë në greqisht. Dhe mbi të gjitha, jo, s'ka lidhje me atë. Unë nuk jam për atë punë. Jo me dorë, s'është finalja. Nuk jam me dorë, jo me dorë. Si thuhet në greqisht, shpresa vdes e fundit. Vetëm fjalën shpresa nuk di, do jetë më ndihmoja, ndërsa vdes e fundit. Thuhet vdes e fundit. Enver Hoxhis. Qa ishte? Si ishte më? E mbyllim si program. Jo, tani kemi muzikë do rikthehemi sepse sigla flet vet. Po ne ka lindja mesme ç'a bëhet më? S'kemi diskutuar. Lindja mesme është situata shumë mirë, ne jemi gjithmonë në Kape Renën. Amerikanët kanë sulmu diçka të Iranit. Kupton për vetëmbrojtje. Këta sulmojnë vetëm për vetëmbrojtje. Irani është përgjigjur dhe thonë kemi shkrirë një bazë amerikane. Në Kuvajt apo në Kuvajt. Dalin këta të amerikanët vetë thonë jo mos na kanë prek fare. Po negociata po shkon shumë mirë. Po tani kush është duke na rrejt. Domethënë kjo është e para. E dyta, ndërkohë ata të Kuvajtit thonë ne nuk kemi asnjë lloj pasoje, nuk na kanë arritur dot dronët. Ndërkohë raportohet një vdekur në Kuvajt. Domethënë tani këtu është puna kush po rren, o koleg, kush po rren, më koleg. Po rrenën koleg se na rren. Po. Desha të diskutosh me Edin. A lash Normuz, dash me po plash? Patjetër. Por nuk lejon termoset me vete. Po pse? Ke të drejtë. Alo. Wow. Thash se erdhi. Si krati më duk. Edhe mua, por Flavio s'është një herë, sigurt. Jo, është më gjatë ai. Se fama të më vërtet. Apo s'duket? E pensa bëri futi dorën në xhep, e kërkonte. Po futi dorën në xhep. Sa i fortë kjo. E kam zgjatur. Edhe të mendosh po vin nga syri ku Flavio po bënte gjithën batut për Erion Braçën. Se kemi xhan, më ne kemi shok si atë. Brenda llojit është shumë egër. Te kordoni policor, lejohet kushdo përveç fëmijëve, kështu që. Ai është me gjys bilete la rriti. Nuk mund. Unë nuk jam shumë zakon me Flavio, këto janë batuta të një niveli shumë të ulët radiofonik. Po. Ti përshëndet sa duhesh. A kemi fol 12 ta fusim me këtë. Ti përshëndet sa duhesh Flavio të Radio Nacional. Është nga ato, ke parasysh atë shprehjen hiqi stolin? Po. Në rast se hiqi të dy stola. Kuptoj. Hiqi stolat, hiqi stolat. Të lutem mos. Megjithatë që ra fjala për Trumpin, ka ndodhur një gjë e jashtëzakonshme në dëm të Trumpit. Po. Ju e morët vesh që koncerti i të mirënjohur Kanaja
Kanye West. Është anulluar në Reggio Emilia dhe nga inati Trumpit, kupton? Por del një gonxhe i vërtet, domethënë një blendi, edhe thotë fansave italian e janë në Shqipëri. Venite in Albania perché abbiamo l'auto d'epoca. Kështu që janë nisur këta 60.000 veta për të bërë skenare. Janë nisur të Italisë, mendohet që do mbrin të tërë në 7 prill. Ndërkohë Turqi është e parë. Dhe do fitoj shteti se doli ministri në fjalë që është, tha shteti fut në arkën e vet, domethënë asnjë taks ose asnjë bilet nuk do shkojë dëm, 150 milionë euro. Shiko. Të gjitha do të investojmë në turizëm apo jo? Domethënë bën 50 milionë euro për shembull, skena gjithë ato edhe ai që do vi. Po ti do të paguash biletën. Qartë. Shkon 150 milionë euro i fut shtetit në xhep. Po që të gjitha ato do të shërbejnë publikut. Do përkthehen në shërbime. Për shembull autobusat e bëjnë me posta, ke marrë vesh? Ashtu dhe kështu do jetë protesta tjetër. Do jetë paguash shteti këto. E pat këtë asistentin e ri digital të fermerëve. Ja do bëhet kjo agjencia re. Oase. Pse kishin bërë yllin latin? Nuk e di, po di që Trumpi ka dalë kundër zhvillimit pa kontroll të inteligjencës artificiale. Dhe shumë mirë ka bërë. Dhe vetë gjitha fotot i përdor me inteligjencë artificiale. Bravo, po ja dërgon, më se kupton, më se kupton. Si them unë, është si puna jote që nuk e kuptova pse dole të jem protesta. Kam dalë që dielën. Ja unë për shembull mbrëm isha me diellën. Kemi ujë më zotrin, ne mbrëm ujë, ka jo projekti. I thash, ke pati mua kam parë dhe ta admiroj shumë. Edhe ajo që bën diellën, ishim mbrëm. Ishim mbrëm, zonën në fjalë. Në protestë, jo më pun teatr ose protestë, sepse nivel proteste duke mund të më. M'fal, lutem. Unë jam aktor, më i bëj shfaqje edhe për mbaj me ti në botin dje. Po ik dikë ik të skemit vogla. Ç'a mendimi keni që Trumpi i ka thënë Netanyahu do të ishin burg po mos isha unë? Mendim shumë të mirë. Kreti çmendur prandaj gjithë urrejn Izraelin. Këtë jashtë rolit quhet kjo. Jashtë rolit, domethënë jashtë rolit. I tha Netanyahu, më thuaj kështu se më intereson. Jo, Netanyahu i kishte thënë një gjë shumë të çuditshme, TQR. Jo. Po. Çfarë ka dashur ti thotë Netanyahu? TQR, domethënë na shpjegoni. Ka dashur thotë qeveri teknike ska. Pra të gjitha mesazhet do t'i lexoj Greta jon me syçkat e veta të bukura. Jepi Greta. Akronimi për të qërë është një moment. Të qërasi me rob me shpije, sidomos për Edi Rami. Po, të qërasi me mikpritja e shqiptarit. Po. Je shumë rregull Lali, pra nëse gjithmonë njerëzit keq kuptuan me këto. Ka ja. Se kuptoj. Mbie keq tash. Biles vazhdoni të shkruani 0620 70 222. Madje na shkruani edhe nga Kosova, se jemi live edhe në Club FM Kosova aty na +3834955 Nëse i lexojmë gabim mesazhet, ta dini që Greta është me syze dielli. Arsyeja, një natë pa gjumë mbas festës protestës. Një vokal i live. Lodhur syri të më. Hormoni avion shejt më duket se e ka vrarë. Jo, mos. Se ka Flora të dy, domethënë ka Flora. Nga qyteti më i bukur në botë. Është vërtet që sot. Dhe Zanca Ushi, ka Flora ishte po. Greka. Chongqing ka qenë vetë. Chongqing. O Greka, a është vërtet që të sollëm autobus nga Vlora? Greka. Kolegë, nëse të bërë aty. Ve, filaqa agori mo. Nuk e di, po ne blevëm al Telekom. Po kishin ardhur autobusa dhe nga Serbia, besoj. E më mirë po. Ideja e Shqipërisë ka pasur te Zoguzi. Janë shtruar rrugët vëlla. Kësa radhë ndryshon akronimi, të që më rastin e Serbis. Prandaj Greta, unë them të kalojmë tek këto imazhet e vërteta të rreme që na kanë dalë, domosdoshmë sepse jam Flori. Atë flasim për një nga imazhet më të diskutuara të javës. Ajo që net protestës ta kanë nxjerrur shumë. Pa e ditur, pa e dëgjuar këtë program të mrekullueshëm që ka 3 vite që ju tregon si të identifikoni fotot gjeneruara me inteligjencë artificiale. Un filtr përdor vetë. Edhe unë. Është një imazh që tregon në Zvërnec një gardh me tel me gjombe, është bërë simboli kësaj proteste. Kemi hyrë në hasmëri me Izraelin për kësaj. Ashtu. Mbi të cilin është vendosur një shenjë që e deklaron këtë gardh si kufirin Zvërnec Shqipëri. Është mërzit shumë Izraeli se e ka mori notë Arlind Qorri. Në gjuhën shqipe dhe angleze. I ka thënë duhet humni sot. Po. Ta kemi kështu si Tani ky imazh është me 2 flamujt respektiv të 2 kombeve. Imazhi i nisi qarkullon te rrjetet sociale pasi ambientalistët denoncuan ndërhyrjet e para të makinerive në brendësi të zonës së mbrojtur Pish Poronar, që kush e di pse hyn këto makineritë, se projekti s'kishte nisur, duke hapur rrugë, duke kryer rrethime dhe përgatitur terrenin për ndërtim. Sipas raportimeve të faktoje,
Në zonë nuk ka asnjë tabelë të tillë informuese. E kanë mbuluar me gjelbrim tabelën. Aktivistët mjedisor I lidhin punimet me projektet e mëdha turistike ku është përfolur si investitor, kush është përdor? Kjo kush? Jared Kushner. Dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, I cili ka origjinë hebre. Megjithëse këto rrethana kanë frymzuar krijimin e imazhit të mësipërm. Të lutem Jenny, mund ta vendosësh imazhin? I cili është krijuar me inteligjencë artificiale. Kto syze ti ke tuja apo ti kam fal? A qa syri doni tani do. Wow. Syni nuse së rushizi. Mashallah. Nëse son të ndihesh vetëm dhe ke frikë të shofësh ëndra. Okej, bëj mos na duhet edhe 13 putate të tjera. Patjetër do bëjmë. Ne tani u mësuam me njëri tjetrin. Tamam. Do të thënë ne sot. Përplasje titanësh e ngjashme me betejën e Pompeut kundër atyre të tjerëve armiqve. Armiqve. Çfarë është këtu lapaj? Ti e di ku Cezari kundër Pompeut? Norik. Jo. Aty është bërë. Fevziu than Green Coast. Pa është tjetër gjë. Aty pushun. Përplasje e këtij lloj niveli është përplasur Arlind Qori dhe Altin Goxha. Çfarë thumë? Po. Aty ku janë 2A, aty është se këto nuk ja duan të mirë vendit e tij. Arlind Qori dhe mediat mashtrojnë. Ai nuk është organizator I protestave në Zvërnecas Tiranë. Protestat fillimisht u thirrën nga shoqatat ambientaliste. Qorri nuk ishte as fizikisht protestë përballë drejtorisë policisë Tiranës. Nuk ishte, ja. Thirrësit dhe organizatorët ishin Alben Kola, Luciana Koka dhe Klajdi Bello. Wow. Ishte dhe Altin Goxha. Pa, ai nuk flasi për vetë. Ato nuk janë prezent, janë me zemër aty. Asnjëri prej tyre nuk është pjesë e lëvizjes bashkë, më the thash. Ore, ka dhe një gjë tjetër. Edhe ky Altin Qorri që ka një deputet. Arlind. Po pse? Jo po I dai, më bën shëndsika. Alo. Pas kemi telefonat. Arian Galdini. Shërboni me çik. Ka të ime preferume, si jene, që keni po. Na solle fresk. A keni një qik vapa, Jo. A doni një birra. Jo. Unë dua një. Me ty. Kama shoja 2 birra I klab FM me delivery. Po pse 2 më jemi 4? Po ti jo më buri dot. Po pse dredh më zot më perni. Kështu Po jo më kisha fjalën edhe për Brianin, jo vetëm për vetë. Shoja 2 herë ka bërë se pas. Shqiptar jemi gjithë I sojë. Po thuaj të ftohta, jo kështu ambienti. Ftohta do të jenë se do ftofemi Chicago nga protestat se çfarë bëhet. Po protesta madhe e bashi çike pash. A ishte erdhë gjë apo jo? Ai ka lova dhe dhamë politikanët lejojnë dhe shajt Po pse nuk lejoheshin politikanët? Ose mor vesh, do të kesh 40 vjet kontribut politikave të trajtojnë. Sa kere? Sa është trishtë. Po pas ka dalë pension. Po interesant shqiptari, punën si botot bashkë më protestën organizuar për mrekulli. Gjithë shqiptarët. Po ti je shpall për shembull dita kombëtare pastrimit haleve për shembull. Jo. Do kishin 3 veta, njëri do kishte dorën që tu keni. Po rregullat e linda. Po I the protestë, ta e fin gjithmonë, nuk e kuptoj. Edhe pyetja ato, pse keni ardhur? Po çfarë protestove? Se di më jam kundër. Jam kundër, është kundër. Mjafton, shqiptarë në Shqipëri kundër është ideologjim vetë, me ton kundër. Kot me të pyet, ti vetë je pro apo kundër? Po da them që tash edhe do më thush, do paragjikosh, do gjikosh. Ata them në fund fare me le. Po thuaj kur dush, më ka mallë se mos e haron domos. Se filloi do ekspertë numër 1, ca thonë ishin 10.000 veta, ca thonë ishin 100.000 veta. Po sa ishin? Po shikoj tash ta thot dashi ty. Zero, është numri ma zero. Është. Varet ku e vë. Zero s'është as gjë më. Po jo. Zero është bosh më ti. Ashtu ë? Po, ta thot dal. Ai shtoi mi 0 mishës. Ja, shtoi I bajë kallash. Ai. E kupton. Matematikë thjesht. Çeke pro protest. Po, le të themi që ne deri ku jam pro, sepse protesta është një mekanizëm të thosha unë demokratik që I çon gjëra përpara. Dikush fiton, dikush humb, dikush parazim. Me që ke qenë në protestë, është pyetja. Ai di se çfarë do të thotë akronimi TQR?
Shiko tash se kjo gjuna ka sjell këtu ku jemi edhe më vjen keq. Mos është emër partie. Jo, dhe kryeministri nuk e lejohet që ta përdorë këtë gjë. Marrën dom kemi shtëpi. Nuk përdor kryeministri. Nuk është fjalor kështu që mund të kryeministri tha maksimumi tha të ndjefsha partinë. Po pra si e tha atë? Pra. Tash bash i shef njerëzit atje protestë dhe i shef nesër me ke kafe. Mama, ç'a bën atje? Shpëtova Shqipërinë. Po sot janë pushim. Paga shumë si Greta që keni në studio. Ja, pa pëlqeu shumë, po kishte vull shpatullat shpinë. Jo shpatullat, byçe protestë. Zoti dashur, kisha të respektum për ty me votuar këto 50 vite të fundit. Në vullnetin e saj të çelikt për të protestuar, pse jo? Shikoj, duhet bim dakord për një gjë. Greta është imazhi se protestë. Edhe unë ashtu. Pastaj tingëllë. Ma mirë Greta se sa net vjetër me mbo mu imazh e godave. Unë shive besy. Po të ishim të dy bashkë do ishte ideale. Po shumë politikan kishte protesta nga këto partitë vogla e kështu me radhë, domos nuk. Shiko, partitë vogla domethënë, ato politikan. Dikush është miliarder, dikush është milioner, kuptimi që ato kanë kryp djallin, e kuptoj. Tash organizatorët thoshin ishte historike mos si protestë. Cilat janë organizatorët? Qeveria thotë ishin pak. Policia thotë ishin ishin. Kurse tezja ime më shijak thotë po mos më kishin treguar televizor se ti ja fash ta kisha marrë vetë. Qëndron. Se tezja nuk I ndjek influencerët e huaj. Ai bot mira mëlqit me gjalpën e me qep tezja. Shiko, tezja ka vetëm të keqe. Thot pijet me vete, domethënë. Kemra është tash se mu politikon karrierë, më vjen me mor tregat e shishe me. Si ti ishte daj. Duket se ka tezën blogere. E ka blogere po. E pash protestën, pash e më kujton ato vitet në. Këpe? Po, protestën. Protestë. Më kujton. Sa I kishe lujti? Sa I kishe lujti? Pa X 2-3 sipër 3-3. Kuptoj. Më kujton ato vitet 90, jo nga entuziazmi, nga fytyra. Ore të njëjtat njerëz. Kam qenë unë te protesta në vend. Vetëm se tash kanë më shumë kolesterol në fytyrë, domethënë. E vërtet është. Ç'mendim ke për influencerët që dolën nëpër protesta? Po tash influencerët veprojnë në bazë like-sh, shares dhe repostesh. Edhe repostesh, po ecin shumë të repostet. Po ecin shumë, është e vërtet. Edhe unë bona status nuk bari postoj njëri domethënë. Aty e kuptova që duhet postojon direkt. Vetëm Berisha mos ka shar. Duhet më largu nga skena politike, s'mund të rish tash kontribut kanë dhënë tjetër. Ja, pa bi po të shoh, lutem. Ma, ti tani. Po pushimesh ai më, pensionesh. Pa pra, leni ju të jetojë në dimensionin e vet. Me që jeni mes kolegëve, më jep një mesazh për Arian Galdinin se po na ndjek. Ale I qoftë se Arian Galdini na ndjek, unë kam një mesazh të pakoduar për Arianin se deri tash I kena dhënë mesazhet koduve. Po. Arian, është momenti yt I dashur. Mana duhet të marrësh frenat e kombit në dorë, sepse këta që janë tash janë njerëz që kanë dalë nga rruga, jo nga forumet, jo nga partitë që ti ke kriju. Jo, pra, një ka kriju, një. Po atë po e rinovon çdo 5 vjet si dokumentet e makinës. Çdo 5. Çdo 3 vjet, gjithsesi. Gjithë atë fillon pa debate në televizion, me ta shpip, më vjen keq. Po pse këpe? Do Robit shohim në ferma VIP në Big Brother, në gjithë bukur me fjalë. E kanë mosh me analizë se kanë dalë edhe ca të rritë, sa që bëjnë si të guximshëm. Albatrosi. Ska zero ide të reja, ska. Njoni thot populli është I zemëruar, tjetri thot populli është I manipuluar. Pas pyet ku është për popullin, do daja fare. Bie keqësh. O daj. Po për të autobuset e Greqisë, ç'mendon? Po shiko, autobuset e Greqisë janë autobuset e linjës me 50 euro vjen nga Athina. Po ishte çik foto me AI. Ore sot po bëjnë çdo gjë me AI, kupton? Dhe imagjino në edhe tezën tënde është ja që kishin bërë. Ishte bën njëri raki me AI, s'u shikojmë. Si ishte? Mizeria po thotë. Po. Deri këtu arritëm, domethënë kjo është funi. Nuk ka më keq. Tash politika shqiptare ka marrëdhënie çuditshme me qytetarët. Duhet të thonë sa gjëra duhet të thonë. Kur voton shqiptari është hero. Kur proteston është problem. Kur pagu taksa është partner. Kur kërko llogari bëhet armik.
Pa I herë bota e mi, më kjo është magjike. Po si ta bëjmë? Ka punu mirë. E ka punu. Po dhe shiko, unë I shoh të partitë tona. Kur janë në opozitë flasin për revolucion. Revolucion paqësor, thot doktori. A ka revolucion paqësor? Doktori po, Është futboll patop. A luhet futboll? Unë mendoj që ka revolucionarët e doktorit po shpërndajnë. Kampanjonën dje të revolucionit doktorit që ishte në protestë. Është si seks pa heq pantallonët, vjen keq tash. Apo nuk bëhet, më vjen keq. Tash kur vi pushtet flasin për stabilitet. Duam stabilitet. Domethënë revolucioni është I mrekullueshëm derisa të fitosh, e një bëhet I bezdisshëm, nuk është demokraci. Nuk është. Ja. Po ne hapni zgjidhjet më I dashur. Po pra, çfarë sugjeron? Zgjidhjen e keni pas aty, është lëvizja për zhvillim kombëtar, është parti LZK, jo të qerë, është I parti e konsolidume që mbron drejtën e pronës, që jep individit liri, mundësi për me u largu, nëse do me largu, për me I që dorën aty mos e kapa dhe gota I. Rëndësika që po kënaqesh. Faleminderit shumë. Tash unë jam akoma në moshë për me boj 4 vjeçar, ju të rinj shikoni për I mandat. Fytyrat që keni aty, a janë përshtatshme ajo? Nëse jo, më gjeni në Instagram, më gjeni në Facebook, më gjeni në TikTok. Në LinkedIn. Po. Të cilin lokal? Unë doja të merja ca këshilla për. Shiko, lokali me thonë drejtën është në prag të shpirtit, këtu ke televizioni. Po, njët në komiteti, po komiteti s'futëm se ka komunistat. A I keni menduar të largoheni nga Shqipëria? Ça pyetje? E komenu sepse për shoh këto prestat më thënë si I ka ras zjarri më S'ke parasysh apo nuk e di. Drejt. Për që grama. Okej, në rregull. Bëf mirë daj. Faleminderit shumë. Unë uroj më të mirë të kësaj bote. Dilni protesta është instrument demokratik që sjell zhvillim në të gjitha rastet. Greta kujdes do ftohesh zemër se je gotë. E ke jetë pa para. Sa e lumtur është Greta që do të vëmendjes. Ma shilli faturën këtu, dhe? Jo, kishim në vjen. Qoja këtyre ke Radio Club FM se është honorari që të takon. Jo, më vjen shumë keq. Më vjen është thjesht konsumi I 2 javëve të fundit. Me shumë gënjeshtër. Më e pakta që mund bësh. Ju falenderoj shumë, jeni shumë të mirë, ju do të baja fort, ju puth pa. Puthim edhe ne. Jemi gjithmonë në Kaperena në përshëndetje kolegë dhe njerë me bluzën e pancerave. Përshëndetje edhe njerë Greta për shpirtin tënd të protestës, na ke nderuar si fis dhe familje. Përshëndetje Egi, me talentin tënd të pashtershëm në këtë finale të sezonit. Po kur thoni gjithmonë me Kaperenën, kujt I referon? Se son baron. Po sot okay, gjithmonë. Pse na vjen në vështirësi? Jo, befasia është e bukur më se improvizojmë, unë I thash në transmetim, na gjetë 13 mundata të tjera, por mos rikot. Kjo është shumë. Po, kjo është ka kaluar temperaturë ishte I vogël. Trompa e mjelmës Lui. Tani ashtu si gjithë emisionet serioze dhe ne duam bisedojmë për gjëra të thella, për protestën. Drejt vetëm lejoni një moment që të rregulloj kravatën. Okej, në rregull, ku e ke? Në krevat. E qartë. Por diti, ta ka thënë Sorosi. Unë sot kisha menduar që të bëja disa ftesa për emisionin. Pra, se serinë e fundit të parin që ftova ishte organizatori I protestës. Cili? Arlin Qori. Po nuk është ai. Me që nuk është ai tha, unë nuk vi në emisione kapitaliste. Kështu që ju. Mirë në nalusin. Ftova Altin Goxhan, po tha jo, ju jeni Sorosit. Ese është Makilin, ke protesta tjetër. Po. Ftova Akil Paron, Akili tha jam Altinin. Po ftova Gronshen, tha jo se kam I punë me Kolsen. Kështu që nuk erdhi. Ftova Ragaldin, ai erdhi, po nuk do të kolegu prandaj. Është mirë pritur. Është politikani në hije, më I vlerësuar nga gjithë. Itali. Po, Shqipëri. Pse se njohim ne? Është problemi juaj. Ftova Flavion. E ftove Flavion? Tha. Më intereson. Ti ke ftu doktorit ta bash me Diogën? Nuk më dëgjoj kur e ftova sepse isha zërin ti. Ama ti. Do gjobitesh. Edhe llogarit dy gishtesh me gjatë. Megjithatë, ftova antarin e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Renis Gjokën.
Çfarë tha Renis? Jam I stresuar. Ja, dhe përgjigje nuk erdhi as Renis. Ftova Florbinën, tha jo senator bëj program në radio tjetër, nuk erdhi as tërë. Radio Prillet. Po, ftova shumë, kam ftuar organizatorë të ndryshëm të protestës. Dhe ata nuk erdhen. Zoti Kapri. Pse s'erdhi? Zoti Kapri tha nuk kemi hapur akoma sezonin e plazhit. Jo, jam në ishull tha. Në Kapri. Normal. Jo, është një ishull tjetër. Sardenja. Domethënë, por Aurontaren e ftova. E pam ke ai, po e pam. Ku e pas? Çfarë ishte për defet? Nuk vita. Alergjia ishte punote. Ftovar DJ Ishim në rregull. Mirëtari ju, bëni goc. Titull të madh. I pisha ka koka, mos ma prek lënor. Ftova Eni Vasilin. Po vjen duhet ta sillet për Londër. Po fal duhet ta sërsh Arditi ishte në Pallat Kongreseve se foli për kullat e reja që do bëhen. E pam këtu e kemi. Ajo kulla. Është njëra nga, po nuk ka rëndësi, njëra do fitoj. Njëra do fitoj. 225 metra. Është njëra do fitoj. Rritesh. Prandaj na ka mbetur të ftojmë Gretën në emision. Po e ftuam që në fillim, edhe kështu që. Ja, unë jam shumë e lodhur për të qenë ftuar. Qëndron me një këmbë si një flamengo. Po. Prandaj nuk na ka mbetur gjë tjetër, po të ftojmë në mënyrë ekskluzive në këtë program të jashtëzakonshëm, në këtë finale të sezonit, në episodin e 12, nuk e kemi ftuar kurrë më parë, është I pa dëgjuar as nuk ka folur asnjëherë në radio dhe kemi ftuar Egi. Faleminderit që e pranove. Faleminderit që e pranove. Nuk e di domethënë si e bëni, po që është punë e vështirë kjo. Egi, faleminderit që erdhe. Ju përmend dies për emocionet. Ja, nuk ka problem do. Egi, me që protestuesit e Zvërnecit kërkojnë burg edhe për Ramën edhe për Berishën. Ti a e hape kasollën tënde në Bregdet? Besoj, faleminderit për pyetjen, besoj që mbas 3 javësh do ta hap kasollën time në Dhërmi. Edhe ju mirpres atje, siç ju kam mirëpritur gjithmonë. Besoj për 3 javë. Po I kasolle ku na mblodhe. Po, kështu që kur të doni mund të vini. Ka ujë brenda? Po, çdo gjë. Ku ka ujë ndejmë? Ka ujë brenda tha, ruloti. E merr nga Tirana. Në Dhërmi, sa duash? Në det koleg, në det të hapur. Edhe aty marr me pompa. Ku e bën tiçin? Në det koleg. Në det. Si gjithë po dhomba, mund të shpërndajmë me njerëzit apo. Po të madhe. Më larg. Te bregu dyt. Kjo është turizëm elitar, kolegë, për gjë. Po kjo është, shiko, a thon këto mjekët popullor tokzim, rini zbathën për këto, do rini zbath, po ne të zbath në natyrë, i gjë do e bësh e burr. E kuptoj. Që ke tokzuar më tepër se ç'duhet. Po çfarë të bëjmë vllai dashur? Pse nuk e bën ti si tradita indiane? Që do thot? Të kërcej pas pembe. Jo, që ku të kap atje bëj. Atë bëj. Atë bëj. Të hollin ke bregu parë, të trashin ke bregu dytë. Dhe cit nuk ka dy brigje. Dhe filmoj me dron nga lart. Po. Dhe i shuan instalacion pastaj. Edhe ja çoj thon ja këto nga Greqia që na sillen pisliqet. Pra ne kam filluar me dal peshkaqenët në Bregdet në Vlorës, në Zvërnec, domethënë. Po ne them aty më keni. Kjo bisedë mban erë. Mund të kaloj në pyetjen tjetër? Vështera njeri. Po ja. Egi. Po. Në prag të zgjedhjeve në Dardani. Po. Ku Albini pritet fitoj bindshëm. Besoj se Abdixhiku do na ndjes parashikimet. E di se problemi ndjes është eufemizëm për atë që tha kryeministi dje për partinë. Dakor. Albini fiton prap. Bindshëm. Pra. Diskutohet. Fushatën që bëri nuk e bën asnjë tjetër. Rri me këmish, me mung gjatar, me zvapës. Për atë në fakt vetëm për këtë meriton. Investon, e kam taku vetë personalisht kur ka ardhur ka bëu dhe fushatë këtu në Tiranë. Kam ndalu makinën me gjithë skortë, nuk di çfarë them për ty. Ai thashë do të kam taku një herë shkar për ditëlindjen e anagnostit. Kurse ky Abdixhiku është simpatik, kështu si çon simpatik. Thua? Po, simpatik. Ç'është shihesh më? Po, kurse Albini do prap, me thënë drejtën. Po për president çfarë do bëhet? Këtë pyetje kam dhënë. Egi. Kryeministri u tha deputetëve të tij se kishte menduar të ikte në ndonjë katund, ferma VIP, domethënë. Po. Por nuk ka kush ta mbrojë nga tuajt. Pra po të ikë ai katund, Surrel. Ka një parim.
Gjithmonë kur ikën një nga shteti, rrin tjetri. Për shembull, nëse ikën kryeministri, do ri presidenti. Nëse janë të dy, do ri ministri i brendshëm ose kryetari i kuvendit. Shtëpia nuk let asnjëherë bosh shparim, edhe biznesi. Ku kemi të brendshëm në atë lamallarin? Edhe biznesi, ikën për shembull burri, lë gruan këtu. Ikën gruaja, rri burri. Është parim ky, është parim botror. Po mirë, ne Bajram Begaj kemi dashur gjithë kohë. Bajram Begaj. Alban Ramosaj. Shtëpia jonë është gjithmonë mbrojtur nga NATO, patjetër se ne jemi pjesë e NATO-s, nuk ka shans na afrohet njëri. Dhe dyta, nga çdo lloj prapësish, gardhesh e kështu gjërash, ka shtet që funksionon. Do mangulesh thikën. Në Spanjë, dashur. Përgjigje e saktë. Keli zhvishu po ashtu. Atëre. Okej. Atë, s'po bëj edhe një quiz, po bën skenari për një mision tjetër, s'ka problem. Sudokun. Ne në Taiwan jemi me Kinën, Amerikën apo opozitën e Sali Salianit. Do t'i bish shkurt fare, nuk kam fare respekt për këtë azinë e largët. Ama tani dhe ti, domethënë po ti ishen Bali apo? Hajde, ish fare. Ti shkove te Bali më burr. Hajde dhe po themi që për Singapori, po këto tjera nuk kam ne. Kështu që pas pjesën e dytë. Okej. Kaloj në pyetjen e radhës. Egi. Urdhro. Përse më ishte ditë gjitha? Pse Macron po duket sikur e drodhi edhe po shkon pas Trumpit, dhe mbi gjitha sa vjeç është gruaja e tij? Mamaja apo gruaja? Babi, e gruaja. Se di. Nuk femrat nuk pyeten nga mosha, edhe nuk do ta tregoj kurrë moshën. Vajzat e gratë. Ata të lutem, domethënë se ti edhe aktor tani, ti ka qelluar të luash. Nuk mundi them unë bashkëshortes së Macronit e dashur, meqë unë jam aktor, sa vjeç je. Po, bravo. Do thotë, nuk pyeten femrat për moshën. Do i thosh, jam me skalet dhe kam një rol. Do i them po Macronit ç'ne me Donald Trumpin. Po të bëhet ai më të fortit thotë. Po, Schmidt jesh me më të fortit. Ti jesh me më të fortin, nuk është servilizëm, nuk është shkosh nga fryera. Ashtu? Zgjedh bësh me më të fortin, vetësit. Përveç kësaj, domethënë unë jam me Bayern Munich. Nuk do të thotë se unë jam servil. Unë jam me Juven. Do të thotë se jam servil. Me Juven jam më të fortë, jam më të mirët. Kush është më i forti? Afrim roboti. Po. Bashkëni më bëti. Jo, përveç kësaj, ne punojmë gjithkohës me letra, me skenare, me tekste, pra nëse marrim letër dhe e bëjmë shuk, pra në mënyrë të caktuar duhet ta hapim të shuk letre. E vërtet. Punën e bën. Kjo është pak a shumë, ishte një lloj krahasimi me Macron. Jo. Okej, të kaloj një pyetje shumë e bukur kolej. Po ka një pyetje jashtëzakonshme se nuk të ka ndodhur kurrë. Me short apo me audicion? E prisja këtë pyetje, në fakt më erdhi me zarfin e lotarisë amerikane. Sa qef, super produksion. Egi, me qenë se je si pun Gjermani. Më bë kjo si mirë mëngjes në orë bluzën. Prandaj po pra duhet ta kishe. Po është S, ti je XXL. Në fakt 2XL. 2XL. Përse pancerat e tu në këtë botror janë pak si jo bindës. Nuk janë bindës, po me misorë me filan në 4-0 fillun. Qa thumër? Ne fillon me misorë 4-0. Më thuaj disa nga ta bjondat që mban mend loj. Kënga. Kënga. Zamoa. Apo Zamoa. Shiko. Rudinger. Italin çau bë. Se borë kështu mbështesat. Jo, kemi misore me Luksemburgun. Super produksion. Para se ta bëj Luksemburgun. Që na ka pas dora fare. Italianët po e vërtetë është në drejtë Egi, Jennifer Lopez thotë se u kujtuar shumë vonë të ri beqare. Çfarë është beqaria me që un kam lindur i martuar? Po tash Jenniferi moshës se do mund ta ketë mishin gur gjithë jetën. Do vi më të vyshket, do i bi gjoksin sup. Jo. Duhet partohet vetë se i ngelin der. Gjoksi nuk pi sup. Në supë. Thjesht derdhet. Do vi dhe dita jote motor. Mirë është të japi drejtim me dashur Gjen, jepi drejtim. Jepi drejtim. Po pse më zemra shumë mirë beqaria. Më përkoj familjen e vet. Ai është martu 3-4 herë, ndoshta diçka më shumë. I ka pas më kref mjesa ato, po them të marrin bjerimin e burrit, flasim për martesa tradicionale, për konservator. Duhet me ndaj protestë, ke shumë drejt. Shumë drejt. Egi, s'fasë mbaroj. Pse disa njerëz ndihen vazhdimisht të pakënaqur edhe kur kanë gjithçka? Pyes për një shok oligark. Po e përmbledh vetëm me këtë. Vetmia pa ty më ka mbytur. Kaq. Më fal lutem tani, oligarkët nuk janë vetëm. Oligarkët janë boba. Po spati oligark nuk bëhet shteti. Po na prezantonin ai oligark. Një oligark që ka një shnor. Tergulolari. Shnor. Do mbezetosh? Re. Shnor. Si shnor? Me të njëjtën ashtu më vjen. Da. Ja, më mirë se oligarku ka një gjë që ja plotson vetes gjitha. Po, pra. Po, shnorit
Futë 10.000 vetë në puna, vashi çik. Fal tani lutem. Foli çik me respekt. Çojeni fjalë deri në fund. Po dolën aty me Arlin Qorin, nuk era në mend. Nuk e ndal me Arlin Qorin. Po, pra. Sigurisht pa. Ka një vizion ky Arlin Qori. Ka një vizion. Fakt ajo Arlin Dritgjati. Patjetër. Si ishte keq. Nuk ishte patjetër. Pas kemi protestot në orën 18. Sigur e tha Greta, pak më sipër. Nesër këtu edhe më shumë. Ky është refreni. Tani nëse unë shkoj pi bira te rrugica e doktorit. Po. Para ndeshjes. Quhen pjesëmarrës protest? Ja. Quhesh dy fish. Ose nuk do të lënë të futesh ke rrugica, se mund ta kenë bllokuar. E qartë. Kështu që ikën birrat sot. E qartë. Çfarë është nesër me Shqipërinë sot më? Në orën 20. 20. Në orën 20. Shqipëri. Do ta shohim besoj. Jo, jem protest. Protest. Jo, do të thonë Greta. Po erdha do të vi takoj. Greta, por te kjo protesta çka kërkoni ju? Ne duam të hamë, thuaj. Jo. Jo, sinqerisht. A pije cigare në protestë vërtet? Ore jam pin cigare ato? Si s'pim? Po tu bish të ku jeni? I mbledhim. A jeni ambientalist? Jo ambientalist. Ju që ngroheni me koncener dhe nuk ngroheni me dru, se jeni ambientalista. Më pëlqen. Jeni shqiptar. Më pëlqen. Po. Nuk e di, po protestoj se s'ka moj këtë. Ne jam 4 punë. Jam pagat e ulta. S'ka pagu lekët, pra ne s'ka ujë, jo se s'ka ujë. Shikoni një mesazh, na ka thënë njëri se çfarë absolutisht po. Lexoj të gjitha në mënyrë integrale siç kanë ardhur. Atëherë, e gjeta unë, Edi Rama. Jo. Mos ta lexoj Greta këtë. Mandi shoferi. Mandi. Jo, prit, ta lexoj Greta atë tani. Jo ti degeneroj mirë. Ti marri vesh dhe drama se çfarë shoferi. Si vajza mos s'ken respekt fare. Dashi na shkruan. Edhe folim telefon edhe na ka dërguar mesazh në çafati. Thotë të qërë, domethënë të qolloj Rufeja. Ja, një shpjegim akademik. Doni shkruan, përshëndetje çuna. Unë do merrja Fevziun, do ta mbaja për mirëmbajtjes pishinë, ç'lidhe ka? Të qëraqu. Okej, dikush tjetër, Eltoni, na ka shkruar të qërë, tallim Çukapikun me Rama. Ose të qofte të Erosmailit, është Buç Mekaniku në fakt nga Trova. Po, përshëndetje Buç Mekaniku ka vite që shkruan. Çka ka shkruar? Atëherë, Dori na shkruan, kujdes nga Mossadi, son protestë luajn për nartë e rinë të tokës. Ja këto inside joke, gjërat e brendshme që i din vetëm ato. Dhe ma vetëm ju të protestës i dini këto gjërat. Ne protestës. Unë protestoj për ta burra në Shqipëri. Besoj që i keni implikuar një 50 paktën ose 100 veta që të jenë mbi gjyrin protestës. Mos e kimë rak vllai. Mos e kimë rak. Atëherë nuk pranoj gjë tjetër vetëm se të marrim pak frymë dhe pas pak në këtë program ndoshta do ndodh një gjë që s'ka ndodhur kurrë. Dgjoj tani, e ke parasysh Zvërnecin? Po e kam. Në Izraelin me Po çfarë ka Izraeli me Zvërnecin? Është një pyetje. Po çfarë? Para dikute 40 minuta e 27 sekonda e 32 milisekonda ne treguam që ishte një foto gjeneruar me inteligjencë artificiale mbi atë garden Zvërnec, Shqipëri Izrael. Ndërkohë që para pak ne hapëm një temë për cilat mirëpresim ende mesazhet opinionet tuaja në 0 të lutem. 069207222. Dhe plus 33455144 nëse na shkruani nga Kosova dhe tema ishte çfarë do thotë të qërë? E me çfarë do të thotë, sepse morën shkas ka një deklaratë fantastike. Dhe kemi ngelur tek Mandi shoferi, jepi. Jo, Mandi shoferi nuk a mund ta shohim mesazhin? Censuroj dikush. Jo, të lutem. Po, nëse dëshiron ta shohësh patjetër, edhe pse kam një përshtypje se ti e di se ç'do të thotë. Jo. Por, na ka ardhur një tjetër mesazh, ndërkohë që të kaloj Mandi shoferi, na ka ardhur nga Erlisi, po. Dhe thotë O Greta Yll. Ai kupton paguin lekë. Jo, kam dëshmitar Sindin apo jo. Thot të qafsha në Rom Edi Rama. Pastaj çdo gjë që është të qerë duhet të jetë Rama patjetër, mund të jenë rrobat, mund të jetë me çka kemi fjalë me Rena. Nuk e di. Me çka kemi në vlla, Rena. Atëherë, po Mandi shoferi. Urdhëroni koleg. Okej. Si ajo jep telefonin ky i prek dorën. Ecë më burat se dukeni. Edi Rama të qafsha ropt. Sigurisht mos ta lexoj Greta këtë Mandi shoferi. Faleminderit.
Ishte tepër vonë. Të qafsha. Erdhi. Gazi këtu. O Gazi, po ku jemi Gazi? Ku jeni me komsorët e Gazit? Këtu ku na Lela me thon drejt. Si mundet gjithë këto personalitete e radio vini kam Gazi ka makinat që ju do. Ne na thuhet diku që jemi toksor. Jo jashtë toksor. Ju jeni si që ka bërë nëna, po Gazi po me 4 rroda. Si ke qenë, si të ka shku punët? Mirë shumë, makina këtu te Gazi. Ke fut elektrike? Ke fut elektrike? Po, makina elektrike i shet kush se unë do shes makina e poke. Makina e poke? Nice. Për të gjithë ju që keni 1800 euro dhe nuk dini se si t'ja gjoni ose nuk keni të dashur, me 1800 euro Gazi okazion. Volkswagen Golf 4. Po? Ekonomi plus lagje pak. Konsum legjendar, gjon pak benzin, pak nerva dhe pak jetë sociale. Shumë mirë. Në qytet është super ekonomik, në autostradë fillon negocion me karburanti. I kujt viti ishte pas ti? Kujt viti ishte? Është i vitit të largët 1984. Super. Vit para se të decemberi është mbrodhuar ky Volkswagen Golf Gazi okazion. Paska e vlerë historike. Kujdes, 198.000 kilometra të vetat. Të vetat. Se dili lëkur Alcantara. Lëkura më e mirë trek. Ka qenë makina George Orwell. Po, por kujdes, me shenja gjaku në bagazh nuk hiqen dikush që ka pasur pasi probleme vjerë, ka heqë në mballë. Mund të ketë qenë një femër në ditë veta. S'është një gjë. Ose në 100 që është bërë kurban. 1800 euro çmimi diskutueshëm. Gazi okazion. 1800 euro, po disa euro. I thon 1.500.000 lekë. O Gazi, më lirë se kaq, nuk ka as bicikleta aty, ullo. Jo, një pyetje kështu nga hiçi, ndoshta shumë e pahishme. Mos ke një 7.000 euro ti që të marr një 3-4 makina si këto. Atëherë, nëse do 7.000 euro, blej një makinë 10.000 euro te Gazi dhe kushton 7, sepse makinën ka vetëm për 3.000 euro kushton Mercedes të klasë te Gazi. Në përqend se klasë. Okazion, është luks që kërkon respekt. Po më tepër respekt nga pompa benzinës. Gazi, a gjendet ai makinë roje? Makinë roje? Po. Apo roje? Roje. Ka për shtrëngoj kur të muli roje. Roje. Kujdes. Audi A4 ke Gazi okazion. Po, fenerët Xenon, Big Xenon. Se kam kuptu kur këtë përnesë. S'ka problem Gazi. Është business plus thashë theme edition. Që kemi fare. Audi është makinë e mirë, është markë serioze. Jam mirë financiarisht, po mos më pyet më shumë. Okej, po konsum i moderuar, vetëm 18 litra për 100 kilometra. Me këto çmime që kanë ardhur, ju leverdis. Si duket, si është raporti, se unë s'marr vesh nga makina. 18 litra për 100 kilometra është i çik shumë, po supozohet që ti domethënë njerëzit ecin me tabela. Kur ecin me tabela, ajo 18-a që thotë i nderuari, shkon 9-10 deri 11. Po e kalove që në 10-ën ashtu do shkojë 18. O Gazi, po makinë llogaritse? Shiko, ju se vetëm atë ditë ngasun. Kam përshtypjen që keni një sens humori aty mediokër, sepse ka të drejtë, ke shumë të drejtë, Është një program ke radio ju e konkurrente që quhet Mos e kap rrenën. Jo. Gazi okazion. Ai është i shitur, Opel Astra. Kam përdorur në Athinë me punë teze. Çfarë thuat? 1700 euro. Është prodhimi i 2004-s. Çka ka më lira? Nuk vdesin kur të makina. Pjesë të kombini ka sa i kafe. O e di shkote ku diu te kafe gërmon poshtë edhe gjen pjesë për Opel Astra. Ose farmaci, me një paracetamol thua dua edhe një Dinamo. Për po patjetër kemi thonë. Po, të fal gabimet e shoferit. Ke parasysh? Po. Kujdes tash kam një makinë për ju, sidomos për kolegun e kam parë vazhdimisht në BMW rrugë. Po. BMW seria 5 Respect automatik pak, makinë statusi dhe e karburanti që duket shpejt si karburanti. Wow. Po, shigjeta e karburantit është dinamike, e shikon se duke ecur, duke lëvizur. Gjega fantastik. Në varësitë me stil. Kujdes. Pas ke pruri goxhak se këtë javë. O Gaz, më sugjero diçka se unë s'kam pas kurrë makinë. Nga t'janis. Atëherë zonjush e bukur Gazi okazion për ty ka sjell një Rolls Royce Phantom. Një çfarë? Rolls Phantom. Rolls Po, është version balkanike. Është nga temu. S'ka problem. Ka kjo tjetër. Përveç të gjithë opsioneve, po full extra, ke parasysh. Rolls Royce Phantom. Ka këmban kishe bagazh për fat mirë. Këmban kishe. Po. Çdo nisje ka një bismillah automatik. Më pëlqen shumë se toleranca vetare është. Sapo e nis. Prodhim lindor. Bismillah. Ka një GPS dhe që të flet thotë ke arritur, po gjej vend parkimi. Atëherë, a është ky GPS-i me zërin e Ankeldemit?
E bëjmë, modifikojmë. Ushit, sa kushton se nuk ka. Domethënë se unë nuk kam as. Ti kishe problem 7.000 euro? Po. Vetëm për 38.500 euro. U vendos, faleminderit. Është investim makinave. Është status. Shikoj, si makinë që ka princi Andrew, ke parasysh se sa. Jo, atëherë nuk e dua, jo, nuk kam fare respekt për princin Andrew. Do kujdes, gazi okazion. Po. Bentley Bentiaga. Edicion Shkodër Tetov Tiranë. Shiko. Është I vjedhur, po nuk ka rëndësi sepse I Zoti ka vdekur, ka ndrujet. Perfekte. Skep se del nga Shqipëria. Për mëra për mina s'to thonë gjë. Po ç'do jashtë më zë? Çfarë ka ekstra? Hajmali pasqyrë, është standard fabrik. Prandaj eci të Zotit. Po. Borin e ka ndruar me I ka dyste të qërë. Po ç'do të qërë o gazi, mos ke ndonjë ide. Nuk e di, por ma ky suvi ma bën vazhdimisht. Po. Ka sedilje speciale motra, që nuk bëj vetëm masazh, po e komentoj trafikun. Wow. Ky ka ke parasysh. Po. Nëse nuk të pëlqen, nuk kam një version tjetër për ty, sepse ti je vajzë speciale, vajzë që meriton më tepër nga jeta. Unë meritoj vetëm diçka që unë jam e bindur që ti nuk e ke. Çfarë? Një sedilje me një dorë robotike që të kruan dhe hundën, ndërkohë që je në semafor. Ka i problem dorë robotike pas hundës kërkon të kruaj diçka tjetër, por e mira është që ta programoj. Gazi u njohëm shumë. Keli më një fasolet mua. Patjetër. Faleminderit. Kujdes. Mejba. Po. VIP plus lagje. Domethënë është shoferi gat. Sistemi I makinës është I adoptuar. Çfarë do thotë kjo? Çfarë do thotë? Kur dikush pret rrugën, makina thot vet. Ku e të shku ti me? Domethënë është makina që I flet. Ke parasysh s'ka nevojë fare që të flasë shoferi. Elektrike është kjo apo? Kjo është elektronike lale. Klimatizimi ka 3 nivele. Ftohtë, normal edhe mos më fal sot. Wow. 3 nivele. Po ti ç'a makinë ke vet? Ç'a përdor ti? Atëherë, unë për veten time përdor një makinë e cila është shumë popullore në Afrikë. Është Benz 190 me llaska. Wow, vdesin kurr ato. Dorë e vjetër. Me llaska. Janë ato ke dera, janë kauçuqe. Makinë që jo vetëm është epoke, po makinë që ka bërë epokë. Nuk vdes. Po. Kam hedhur bombol gazi, më futi çiker nga bil, po I mbaj dritaret hapur se në Afrikë nuk është. Të lutem gazi, një pyetje. Nëse dikush është I martuar dhe ka dhe një shënore. E qartë. Çfarë makine? Programin tuaj ta di, ti zanore. Çfarë makine duhet? Çfarë makine duhet në këtë rast, domethënë? Makinë funerali lale. Shumë e bukur. Gazi okazion. Është kjo makina pra ushit. Kjo e funeralit. Më doli këtu online. Gazi, e shef sa vlejti telefonata që na bën. Juaj dëgjohet sepse më ushit makina, ajo që ka një amerikan që tha ushit. Gazi e fundit fare. Makinë me 2 timona keni? Makinë me 2 timon kemi, por është varianti vjetër fare. Ka qenë Lamborghini Urus. Okazion, makina fundit. Është street edition makinë sportive, po me shpirt zone, me shpirt lagje. Start buton me çelës fizik. Se këto elektronika tash nuk ka, ke parasysh. Start buton me çelës fizik. Motori kombinohet me kompan lagje. Kompan lagje. Çfarë do të thosh? Alarm që nuk vi për vjedhje, po bi për thashë theme. Sa e ka thashë theme, bi alarmi dhe fundit fare makinë për sot. Gazi okazion, kom kaluke makinat e shtrejta lale. Bravo Gjobla, bravo. Po. 7.000 euro dohet I goce? Po. 3 dun. Po mirë. Ku gjejmë 10? F90, kujdes. Wow. Ferrari 10.000 euro. Po, jo se ai hekur e Gorosjes, çishta e Luçe që e kishin nxjerr. Ma se ky që shisni s'ka motor. 10.000 euro. Ferrari F90. I përket lojtarit të njohur të futbollit Hans Peter Briegel. Po, ka qenë trajner. Po. Kujdes. Fast and Furious Balkan Edition. Imagjinoni për çfarë bëhet fjalë. GPS-i që thot mos shko anese është lagje me asmëria. Okej, po se keni pas. High-tech fare. Buton turbo që quhet kur je vonë për dasëm. Është buton shtypa të butonit dhe imagjino tash se si ik makina. Press the button. Ka dhe opsion shumë special X e u bë nami. Nuk e di se funksionon se kompjuter, po që pyesim ChatGPT ta thotë. 10.000 euro. Gazi okazion.
Jena e pyetje tjetër për gaz okazion? Jo, 10.000 euro thotë dhe nuk i besohet që është 10.000 euro. 10.000 euro është si makinë vetëm se ka i problem. Çfarë? Që nuk ka, i mungojnë disa aksesorë të vegjël. Tipet? Të tipit 4, diski 4 goma, sistem ndërtimi, sistem frenimi dhe motor. Çdo gjë tjetër. Ni ke brenda. E kuptoj. Ke full fare. Gazi okazion. Faleminderit Gazi. Faleminderit. Unë bash. Inshallah po i shet gjitha. Gazi okazion duke stadiumi Dinamo aty ku ka qenë. Absolutisht. Do t'i bëjmë dëshirë faqes tonë në Instagram. Faleminderit shumë. Mos harroni që jeni duke dëgjuar KPR-n në ky prodhim origjinal i Radios Club FM bashkëpunim me Faktoje, i cili mundsohet nga Fondacioni Shoqëria Hapur për Shqipnin. Asgjë nuk më lëviz mua nga Instikami në Thojza ku më ka vendosur shqiptarët. Këtë na e shpjegon Keli tani. Instikami, lutem se ju jeni gjuhëtar, shkrimtar. Instikami është një gjuhë, është një fjalë që është përdorur dikur si gjuhë llogore është. Llogore. Asnjë s'më lëvizmu nga llogoria. Nga llogoria. Nga pozicioni që ju më keni vendosur. Po, pra që unë të mbaj pushkën dhe të luftoj armikun. Ke parasysh atë? Ti vogël jam pushkam. Bukur. Por nuk je i vetmi ti i vogël që ke pushkë se edhe në tjetër na ka dhënë. Dorëgjën e kujt? Tuaj. Aha, komplet, hyp mbrapa. Se bukur kanë qenë. Megjithatë, ne kemi penë sepse rilindja. 18 në udhëheqjen e Gretës. Kjo punë do sqarohet njëherë mirë. Do ta kenë parasysh. Po. Fjala çfarë? Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse do të ishte. Nuk e referohen njëri tjetrit, e ka kështu. Nuk diskutohet. Por nuk është ky qëllimi ynë, domethënë. Të qërë ç'do të thotë? Të qërë. Mund të shkruani 0692070 se kemi edhe pjesën e tretë. Dhe plus 33 49 55 144 nëse na drejtoni nga Kosova dhe një mesazh na vjen. Dhe thot, Tom Kuka nxirre zekën çoje në Zvërnecat. Mbaruan profesionistët. Ky mesazh na vjen nga Michigani. Okej. Po të flas nga Michigani. Ky emision quhet Kaverenën. Po. Dhe si funksionon nga mbrapa? Sepse prodhohet në mënyrë origjinale. Original. Për çengë shikimi kështu. Po. Nga Radio Kombëtare Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dhe shumë e vërtet. A di ti kush e ka fajin që bëhet ky emision? Gjithmonë Sorosi. Bravo. Gjithmonë. Kryefjala e gjërave që bëhen gabim. Megjithatë ne jemi një program divulgativ. Pavarësisht se nuk e di se çfarë do thotë kjo fjalë e përdor me shumë dashuri. Divulgativ është që nuk jemi vulgar, nuk jemi banal, jemi abanal për shembull. Pra ne si një program divulgativ ne përhapim kulturë, veçanërisht kulturën shëndetësore. Vetëm mos mprek këtu. Kjo është arsyeja që do kemi mjekun ton të ftuar në studio, kemi bërë një seri pyetjesh. Turpi është për atë, shëndeti është për ne. Dhe kemi për gjithë ju që po ndiqni. Doktorin e mirënjohur Adivulgativ. Droga. Droga. Përshëndetje, sepse unë jo si presidenti, si më fal, si kryeministri këtij, unë i mbaj shakat. I mban, sepse ti në momentin që paguhesh, është i vetmi moment që ju keni në fillim të emisionit që thoni çfarë është TQR është një enzim. Ja urdhro profesionalisht, shkencërisht. Prandaj më është nxikoma, po. Qartë, enzime quhet. Enzime. Qartë. Kishit pyetje për sot? Kemi pyetje. Gati lekët apo fund? Si gjithë. Kemë mu. Për gjitha seritë kemi për sot. Kemi me dollar. A e ke diagnozën të gatshme apo improvizon sipas humorit? Shiko, mjekësia dhe humori janë dy galaksi të largëta, nuk piqen. Asnjëherë rrallë ndodh që dikush i merret edhe me mjekësi të merret edhe me humor, shumë rrallë si çmendur që e bën. Njohim. Po, diagnoza faktikisht vjen bashkë me pacientin te salla e pritjes. Dhe unë nuk ka nevojë fare të mbaj mend emrin, po dal aty dhe i thras janë 100 veta për shembull, po. Prostata afrohet çik. Ti gonorrea, ti mbas prostatës, je ti, domethënë. Hemoroid këtu mungon sot. Ja si ruhet privatësia. Hemoroidi se rrin këmbë gjithkohë. E kuptoj po. Është me regjistr, hemoroidi mungon sot profesor. Okej, vazhdojmë me mulçin nesër. Jo se ti s'ke poltrona aty. Tumori. Ciao bo. Tumori është ai që në mbrojtje Milanit. The sun will shine tomorrow. Po vazhdojmë me të dytën. A është kjo klinik apo escape room ku dal vetëm pasi paguaj? E dyta që the. Gjithmonë marr përgjigje pjesën e dytë fjalës.
Është e bëmë me qëllim. Soros dhe ka fajin. Duhet të bësh një inversion në pyetje. Sepse imagjinoni të jeni duke shkuar për Kosovë dhe nuk keni me vete 6600 lekë ose 5 euro. Po, dhe aplikacionin e Club FM-it, është do ishte i budollik i madh. Paga shumë edhe në klinikën tim është një tra i cili funksionon me xhetona ose me kartë me abonim. Po, mund t'i bim nga llogaraja që s'paguhet akoma. Është me pos. Janë xhetona blu, domethënë që shkaktojnë ereksionin e traut. Sepse mjekësia falas është një mjekësi paga shumë si program ju e ka Perrenën. Në vërtet, mjekësia në Shqipëri falas është apo kjo që na thon? Po pra se nuk e di. Shiko, edhe as vdekja nuk është falas këtu, ju sugjeroj që shkoni bleni tokë në sharr, po mbaron, domethënë bleni 2 metërshin tuaj sot. Ti thime ti gazi okazion. Po jam me i goj. Atë ngelet hatri të blemi cop tokë në Zvërnec. Po mbaron dhe atje. Na mbetet shumë hatri, okay? Jo se futuj aty. Ka lagështirë. Sepse ti e merr për banesë të fundit dhe të del parkim -1. Ne kupton apo? E ke vërdi. Doktor, a funksionon trajtimi edhe pa placebo apo ky është sekreti? Kësaj pyetje mungon çdo lloj etike. Ja, faleminderit Adash. Faleminderit që ekziston. Adash. Atëherë vajzë, a di ç'do të thon placebo? Patjetër. Grup. Po, ka një grup rock, po, shumë. Përveç grup rock është ç'është placebo? Pra është tendenca që ti beson se është duke ta bërë efektin një hape. Por në të vërtetë është një mashtrim për izraelitëve. Apo jo? Okej, mund të marrësh shembull tjetër, ti beson që je me dashurin, por je me një diçka plastike në bateri. Kjo është efekti placebo. Vërtet? Pra dhe fluturat në stomak. Edhe fluturat në stomak janë të rreshme, janë me AI këto kohë të fundit. Po flutura në kabinën time, si është? Jam edhe ju tani merrem me detaje. Se kemi parë, nuk e prekim se kemi kode. Është serioze sepse koha kalon dhe është në domin tuaj ju do paguani. Atëre, ishim te placebo, a ke ndonjë provë shkencore apo vetëm histori për darka familjare? Sa pyetje e hidhur kjo. Pyetja është e hidhur vërtet, sepse vetë ke shkruar si pyetje do. Sot Adashi të qërë. Jo, atë kam dëgjuar, dhe kjo është një pyetje për të qërë. Po vijoj. Vazhdoni. A keni, më falni, a e trajtoni çdo gjë njësoj apo keni paket luxury për smundjet VIP? Kjo është nga pyetjet më të bukura që më është bërë këto 3 sekondat të fundit. I lutem mos qeshi njëri se do ta ngjoj seriozisht. Ose e vura flakën. I lutem i dashur. Atëherë ka sëmundje për popullin, por ka edhe sëmundje VIP. Për shembull, keni dëgjuar ndonjëherë për hemoroide me diamante me Swarovski? Vërtet? Për hemoroid po këtë për Swarovski, jo. Po thënë oligarkët i kanë me Swarovski. Ose për shyta Hermes. Ka kështu Swarovski veshkash? Jo, për veshkat është tjetër sistem referimi. Për shembull, ju mund të keni dëgjuar për shembull për ileus gastrik? Ja. Gatrim zorësh? Në kup gjurit. Po, është gatrimi zorë që kërkohet më shumë është Gucci. Do të thonë vjen edhe doktor jam me Gucci në stomak. Po për zërin e kadift. Çfarë opinioni keni si profesionist? Jeton ka 20 kadift. Kjo është shumë e ka difta tyft, kuptimin e. Jo nga ftoja, ftoja që më bë ftë. Çfarë perle, pra, është bukulaj. Jo kam thënë. Do të përkojnë koshtas për çështje etike si tha kryeministri, kjo pyetje s'ka etik. Kësaj radhe përgjigja s'kishte etik, por është ajo ftoja që na ngatron. Por e vërtet siç jam ulur kështu, imagjinoni ti jetë partneri im i ulur. Po mirë, qëndron edhe kjo. Qëndron. Kush e ka punsuar këtë Brianin? A ke ndonjë aparat real, doktor, apo vetëm sensorin e portofolit? Ju mund ta injoroni ose këtë sensorin e portofolit, por në bazë të trashësisë portofolit, për mbajtjes portofolit, aty varet diagnoza. Për shembull, vjen një smur që ka një smundje maligne. Nëse ka portofolin të shëndosh, çfarë bën mjeku? E mban jetë sa më gjatë, sepse ky paguan. Sepse ky ndihmon mjekun që të bëjë edhe një farë jete, domethënë mos bëj pushime ndarëzese. E kuptoj. Po. Nuk e di dash përgjigje apo jo. Isha absolutisht i shkëlqyer. Ndarëzesën ishte mirë shumë, ishte mirë, e ka difentë. Ju lutem këtë. Atëre, ja po pritoj 1 minutë. Unë thash ju lutem, nuk të thash shpejt.
atë kanë përzën nga mjekësia apo ke ikur vetë për më shumë liri kreative? Kjo është një pyetje e cilën prisja të ma bëje 108 vjeçare, por se di me çfarë merresh atëherë, në fakt ekziston urdhri i mjekut, por çdo mjek është shpirt i lirë, unë më i lirë se të gjithë, nuk marr urdhra nga askush. Jam freelance. Bravo. Jam paradite freelance, domethënë paradite mjek në mbrëmje DJ. Me NIP besoj je i regjistruar. Patjetër me NIP, me Mbesa, me gjitha mirëzori janë si shpirt. Ishte shumë i saktë. Quhet diagnoza jote apo horoskopi personalizuar? E para që the. Okej. Para quhet diagnoza jote. Diagnoza jote, çdo njeri ka një diagnozë të vetën, me cilën lind, rritet, martohet, divorcohet, shkon në azil të pleqve dhe në fund fare paguan për atë. Të paguaj dikur. Normal. Faleminderit. Diagnoza është pak a shumë si një stem e qepur në kanatiere. Faleminderit. Një përgjigje. Jo, unë gjej me vëmendje, ja bëj shumë seriozisht pyetjet. Deri tani as i leks më ka shku dëm me doktorin. Interlokutor i zgjuar e kupton kur mjeku bën evazion përgjigjesh, e kupton. Patjetër. Qëndron. A e shëroni pacientin apo e bindni që nuk ka qenë kurrë së mori doktor? Shiko, me thënë drejtë, sëmundja është psikologjike, si është në trurin e sëmundja është placebo? Është trur, më erdhi njëri që kishte 2 këmbë, doktor tha jam pa këmbë, tash e ke në kokë, e ke psikologjike, po. Psikologjike. I kishte këmbët në kokë? Jo, s'kishte këmbë fare. E kuptoj. Pain phantom quhet kjo. Shiko, doktori vërtet është 83-84 vjeç, po është akoma i kthjellët. E qartë. Qëndron. Doktora, ekziston një pacient që ju ka pyetur, po me raki kalon? Atëherë bëj urdhoj, ja, ku është, kalon, nëse të ka kalu ty, kalon gjithë botës. Dhe kujtimet kalon. Po për këto mjek të ri popullor, çfarë opinioni keni? I dalin shpesh. Një pyetje shumë pritur, në shoqatën e gjuetarëve të Rrëshenit. Këta mjekët popullor, e di si janë këta? Janë si smundje butë në vetvete. Domethënë, ata pi çaj po pije. Ata fërkohemi çik me këtë lëngun e kësaj bimsh, po fërkohu. Po ati ke, ku do ikësh? Lekët, sepse motoja atyre është që një gjë që s'të bën keq, më bën mua mirë shumë. Aha, kuptova, isha shumë i qartë. Doktor, ne të falenderojmë shumë për këtë intervistë. Është një kënaqësi e rrallë që të hoqim qafë edhe për këtë sezon. Më ka ftuar shoqata e biologjeve të Roskovecit. Do të mbaj një simpozium për Roskovecit. Dhe t'ja kalosh mirë. Edhe që lofsh andej. Jo për sidën. Për sidën. Pse se bën gjë ka drejtu tash nga Afrika. Vazhdoni sida sot është bërë një smundje si gripi. Rrezik s'është më smundje fare. As nuk është smundje fare. Është psikologjike. Por jemi të këtu kemi dhe që kemi. Nuk e kemi mbyllur akoma. Po pse do gjëzer? A ke live ku emri sot pasdite? Sa erdhi zëri e tha llafën e keq. Ai foli me doktorin dhe erdhi zëri. Poshtë komunizmit dorë për dorë me Arlind Qorin. Vazhdoj. Nuk isha me Arlind Qorin. Arlind Qori donte të ishte me mua. Ruaj zë për Kanye Westin. Dëgjoj vllajin. Arlindi kishte shkop dhe qen. E di pse pëlqejnë këta marksist-leninistat. Nuk paguajnë për asgjë. Është po pra. Gratis. Me gjithatë, se unë duke dash 7.000 euro do rrija me të. Kolegu Laknori tha rini të qetë. Rini të qetë, qetësoni, do flasim për tetanozin. Tetanozin, po. Tetanozin. Kush është nozi? Teta viz noizi. Tetanozi nuk mund të luftohet pa vaksinim. Ju lutemi koment profesional shpejt. Ke absolutisht të drejtë. Okej. Vetëm me vaksinim. Okej. Në rrjetet sociale përfshi ato shqipfolëse, po qarkullon pretendimi se vaksina kundër tetanozit është nga vaksinat më absurde të gjitha kohërave. Sepse njerëzit mund të ekspozohen vetëm nëpërmjet kafshëve dhe vënia e peroksidit, mirë thash i dashur? E ke qa. Në plag eliminon rrezikun e infeksionit. Jemi në rregull deri këtu. Mund të vazhdoj. Okej. Ti kam gjetë vetë fjalë të vështira. Shumë mirë. Ma bën kabull. Po. Tetanozi është një sëmundje akute infektive e shkaktuar nga sporet e bakterit Clostridium tetani. Jem di mos mjek. Nga sot do bashkë. Bakteri është anaerob, që do të thotë se pasi të jetë në gjendje të fjetur, mund të lulëzojë në mjedise pa oksigjen. Nuk është turp? Se di.
Profesionistin pyesni. Anaerob është si të anaerob. E kuptova. Ishte shumë saktë. Kjo karakteristik I bën plagë të thella vendin ideal për mbirjen e sporeve. Barry Pex, një specialist I shëndetit publik në universitetin ose universitetin e Torontos, tha për AFP-n se është e vërtetë që pastrimi I një prerjeje të cekët me peroksid ose një antiseptik tjetër mund të vrasë bakteret sipërfaqësore që shkaktojnë tetanoz. Por ka një por magjik gjithmonë. Nuk është ky ku qëndron problemi, tha ai. Ku qëndron problemi këtu? Ashtu. Ja ta citoj ose ti referohem. Problemi është kur bakteret sa ç'a bëra. Ti tha frym me hund dhe ta nxjerr me nëpërmjet nese. Problemi është kur bakteret pothuajse injektohen në indin tuaj. Pra, duam. Duam. Tetanozin do ta bëjmë. Do ta bëjmë edhe tetanozi. Po do ku bëhet për tetanozi në vithe apo këtu ke barku? Në bark. Domethënë ti mund të shpohesh me një gozhd të ndryshkur 3 mm, do bësh 5 gjilpëra 18 cm në bark, domethënë. Sa informacioni mirë që është. Edhe është vërtet kjo. Është vërtet tamam. Se tani është bërë nami për vaksinat. Unë kam bërë tetanozi. Se di pse po I bojkotoj. Shiko, tetanozi nuk është shaka, kolegu. Ti ke bërë tetanozin, po unë kam tezë. 4 copë në bark. A di si vjen një person që është I infektuar me tetanoz? Ja të lutem. A di si vjen klinik? Vjen totalisht I ngrirë dhe është duke qeshur gjithmonë. I kanë ngrirë muskujt e fytyrës duket sikur qesh. Po ti pse qesh? Nuk qesh, jam me tetanoz. Pastaj hop. Kaq. Ndërkohë që në rrjetet konspiracioniste përfshirë ato shqipfolse, po qarkullon një tjetër pretendim. Ç'a thumoj? Se kanceri në të vërtetë është një parazit që mund të trajtohet me antiparazitar. Ja, një sekondë urdhër. Por është mbajtur e fshet nga mjekësia. Nuk na e thonë. Pse e mbani fshet më? Në fakt janë disa medikamente që përdoren tek kafshët në farmacinë veterinare. Dikush ka provuar, domethënë dhe thot kam sukses etj, po akoma nuk është aprovuar shkencërisht. Nuk është e provuar. Derisa të provohet duhet të vazhdoj me metoda tradicionale ose me mjekët popullor. Po. Pra nuk ka asnjë provë, asnjë burim apo referencë për këtë. Kanceri ndodh për shkak të mutacioneve në qelize që rezultojnë në rritje dhe proliferim të pakontrolluar. Është sakt proliferim apo profileri? Je bën ndihmëse ati. Faleminderit. Ua, sa qef. Infeksioni me agjentë të caktuar biologjik mund të rrisë rrezikun e kancerit në mënyra të ndryshme. Një shembull I njohur është papilomavirusi I njerëzit, HPV, I cili mund të dëmtojë drejt për drejt ADN duke prodhuar mutacione. HPV-ja, pra ky lloj virusi papiloma, mund të shkaktojë kancer të qafës së mitres, orofaringut dhe anal. Të tjerë janë viruset e hepatitit B dhe C. Infeksioni kronik me këto viruse rrit shumë shanse viruse apo viruse. Se ka më ashtu. Shiko, po the viruse është kompozitor, po the viruse është. Okej. Rrit shumë shanset e një personi për të zhvilluar kancer të mëlçisë. Pra, megjithse infeksioni kronik në disa parazit mund të çojë në kancer, pretendimi se kanceri është një grup parazitësh nuk është I saktë. Shumë faktorë të ndryshëm rrisin rrezikun gjasat e një personi për të zhvilluar kancer, si për shembull duhani, obeziteti dhe alkooli. Kanceri nuk shkaktohet vetëm nga parazitët dhe as nuk përbëhet nga parazitët. Me qëra fjala, kam dëgjuar dhe lexuar se Rusia ka nxjerrë. Po, kanë zgjedhur ato me Lalian përpara, janë avant. Sot lexova madje Putin thotë do t'ja japim gjithë njerëzimit pa pagesë këtë vaksinën kundër kancerit. Deri tani është kaperren. Të shohim, duke parë shtet socialist. Ecim se një herë do ta them. Në rrjetet konspiracioniste vjen të qarkulloj pretendimi se kullat celulare 5G janë pjesë të një sistemi armësh të projektuara për të vrarë njerëz me armë të padukshme. Shiko. Dëgjoj. Ne me armë padukshme na vrasin për ditë. Në versionin më të fundit ky pretendim shoqërohet me një video në gjuhën e anglezëve ku një burr dëgohet të pretendojë kur ta vëzveljen vlla. Ku një burr dëgohet të pretendojë nëse jeni vaksinuar. Kulla 5G lidhet drejt për drejt me nanoteknologjinë në trupin tuaj. Sipas tij, kjo provohet nga një patent e Universitetit Rockefeller. Shiko. Si zakonisht për të mbështetur këtë pretendim të jashtëzakonshëm nuk ofrohet asnjë provë, burim apo referencë. Në fakt, ky pretendim është I përbërë nga disa pretendime që faktoje, pra ky është problemi gjithmonë e dim këtë. Faktoje. Ky virus, domethënë, e ka përgjigjëstruar më parë. Ndërkaq, patenta e Universitetit Rockefeller ka të bëjë me përbërjet nanopjesësave të ferritinës dhe metodat për të moduluar dhe pak lutem. Aktivitetit të qelizor. Na le Allah të flejmë, na le të flasim, sot merrem.
Okej, foli ti sa të marrë. Në dokumentat bashkëngjitur patentës nuk përmendet fare vaksina anti-Covid apo vaksinimi në përgjithësi. 5G-ja. Po mirë, pse e ke me mua, se nuk thash. Po ti je vaksinuar. Po bukur kush nuk e shef. Ty të dhëmbin mollaqet kur kalon afër 5G-s. Bukur kush e shef Markeli. Po. Sa ke zuri? Okej. Ishte ekipi. Ja ta mund marrë. të vazhdoni? Ja. 5G është një brez i ri shërbimesh të telefonisë celulare. Antena dërgojnë dhe marrin fusha elektromagnetike me radiofrekuencë RF-EMF. 5G përdor teknologjinë e formimit të rrezeve, e cila lejon që fushat elektromagnetike me radiofrekuencë të shkojnë direkt aty ku duhet. Gëzon brezi i ri Shqipërisë për të sotmen e bukur dhe për të nesërmen që do të jetë akoma më e bukur. Shi po e jetojmë. E nesërmen është sot. Sipas paraardhësve. Atëre, jemi po thuaj drejt për drejt. Po thuaj. Se jemi drejt. Tra sheqeri ty. Ne jemi po thuaj deri përfundimit të këtij episodi, por kemi ende për diskutuar, ende rrena për të kapur. Ende ka shpresë. Sa po fola me Redon Kashin. Nisi foto. Ç'a tha? Po na dëgjonte. Vërtet? Ja të tregoj foton. Vazhdo fol, mbaja pak emisionin. Okej. A më lejoni të flas për Redon Kashin atë? Po si kalu çaboni mirë. Maxi, Maxi edhe ka punuar për këtë pushtet. Ton drejtën se ke parë se çun Tiranë edhe unë. Edhe më thanë duhet me fitu PS-ja ke shkolla Kosova, aty ku voto doktori. Aty ku kam shpinun, po. Bravo, të kompallë aty aty që ke votu. Ti njerëzut e higjiena njëherë. Ke votu 50 metra larg është. Por Redon Makashi ku? Ishe vesh si grua dite, po ndoshta ke qenë tu xherun e filmit. Po. Kam pasur skenarisin me Edioga, ai më bëu të gjitha. Ai shkruaj unë ja bëja. Boni të fala. Patjetër, mos skimera. I mirësh me thon drejtë. Në gjoda shi Maxin këtë sepse mora. I thash ty në orën ç'a do më jepin në gjë molla se kam punuar për këtë. Po, të duhet. Të duhet. Takon. Ai drejtor burgu do më botash. Drejtor burgu. Edhe pse jemi socializëm, kapitalist prap. Po, drejtor burgu, jo keq, se tani edhe po bëjnë sa investime të lezetshme. Duket si punë lehtë, po ç'a punë është apo jo? Unë do thosha është TQR si punë, E marr. Po ti në gjova që. Dakor, domethënë është TQR apo QR, se ka shumë diferencë. TQR më. Si punë. Me qeruar, më fal. Ju doni të bëni drejtor burgu, ë? Jam bo. Ai e bo, nga që the shumë e vështirë, mendova thash ga e di e ti. Po kuna, duket si punë kështu domosdoshmë, s'është ke parasysh. Burgji shqiptar po degradojnë odhëza. Po. Duken shumë bukur. Prandaj drejtor sistemi. Jam bot burgosit, janë shumë kërkues, më kërkojnë gjëra nuk e di domosdoshmë. Merrni njëri zyrë dieta, o drejtor tha, kjo Wi-Fi tha ke krau lidor tha në lindje është dobëse. Domethënë s'ka pas faj. Interneti tash i dobët shumë. Po më thuaj ti bëj restart edhe. Po lali tash ti në burg më lale. Ai më tha po më ngeci seriali. Jam tu pa serial thonë. Po mirë. S'është keq, në drejta kanë data. Tjetër më shkruajti me shkrim, më solli mesazh në WhatsApp. Nuk më shkruajti për as për ushqimi, po më shkruajti për jastikun. Domethënë lejohesh nga telefonat. Komunikoni, keni bëj grup aty besoj në WhatsApp. Në WhatsApp më erdhi ke parasysh. Okej. O drejtor tha po nuk më mbështetet qafa si duhet, më kom dhimi qafa, tash o vlla ti je dënu më vlla se ke po 3 vrasje, nuk je klient spaje, nuk je spak. Po. Shumë mirë kanë, me thënë drejtën. Më vin ca pasaj më bëjnë sugjerime, o drejtor pse s'boni një palese më të madhe, thon. Po s'ke bë super kushte më. Po pse du më të madhe, po duhet ty basketbol 5x5 se 3x3 s'na pëlqej. Po këto që kanë shumë vështirësi morale e burr, më tepër të vrasin, të vret ndërgjegja. Për familjarët s'ka ata, jeni tu lujt apo futboll dhe nuk ka shef njerëj thënë, ke parasysh. Se di do, nuk e di se çfarë, po merdi tjetër tha do sillni një nutricionist këtu në burg. Po lale është burg tash, nuk është kamp servitor për olimpiadë. Po do vita do vinë ditë delegacion do futet mëna do thotë ore kush janë burgosën do i tregojmë rojet. Po. Sepse burgosën po ka mollës rojet janë si pikë çuditse gjithë lale. Do i futet parku bashkohet me kurrizin. Po më ushqimin si ja bëni? Ka tension. Ja pra kërkoj nutricionist. Jo them kështu. Po shikoj, është menu fikse, po ka dha a la carte. Mi, pra se ka që paguajnë. Po që në përgjithësi domethënë ato han me sy kështu, marrin gjithë lloj ushqimi i lën aty, E kuptoj. Më thot i burgosëm tje se më thot o drejtore dhe sa vite më kanë ngel. U futa në kompjuter sistemi, thash ke 2 vite 8 muaj. A ka mundësi me mashty çik, po pse? Po kon filluj kurs spanjisht edhe du me marru. Sa mirë, bravo. Kjo është gjë e mirë. Kjo tregon që pas ka super kushte. Drejtori si Maxi paçi. Çao shkjo më po çao shkjo. Tash
është problem tjetër me fjalë që ndoshta se keni dëgjuar nga një drejtor burgu në botë. Po. Kam frikë se po më hiqin klientët, po më hiqin burgosme. Çfarë flet më? Po, më përpara rratiseshin kurse sot bëjnë ankesa. Më thënë më hiqin ankohen kështu, më hedhin gjyq fitojnë. O më erdhi njëri dje o drejtor në cilin aplikacion mund të lej vlerësim për burgun, e ke parasysh? Review. Review rate. Po. Ti thash çfarë vlerësimi po? 5 yje për stafin, 2 për ushqimin. Pse më vlla thashëm çep, ç'është kjo tash? Është hotel ndërmjet apo o burg më lale? Çka ka 2 yje për ushqimin? Ku jam sukta? Po jo, se më erdhën këto, më sollën tha makarona, tha më thonë, nuk më sollën kështu djath, domethënë grana pa dam. Edhe jepini një çika burri thot. Jepini një çikë, një çikash sa për shije. Diu tani me djath Jo, më ai autoriteti kanë hapi peticion, Lali, kanë hapi peticion, është duhet dhomë me pamje më të bukur. Po prekesh ti nga ky peticion apo? Po jo më kërkesa, duhet dhomë me pamje të bukur. O Lali tash ti dënu me 15 vjet. Po ti shif recepsionin më. Pikërisht do jetoj 15 vite maksi. Po jo me këtë pamje, më dakord po. O doktor, kam një gjuhë që janë po që krahasoj burgjet më po. Krahasoj burgun tonë me burgjet e tjera, jo Drenova, jo Shënkolli, jo Peqini, jo Rogozhina. Unë jam këtu afër, po është privat, është burg privat, Është burg privat, është vërtet, jemi të licencuar, domethënë. Edhe më thotë doktor atje kanë palesë më të mira, po mi më burri tash kanë obor më të madh. Më fal. Po mban shumë bisupë maksi. Ti ta bëjmë çik muhabet. Po pse si thotë? Po shkoni bëni palestrën aty dhe hajteni ndar këtu. Po që s'është ide e keqe kjo. Ato i dalin. Dalin ikin domethënë. I ka bëj aty, të mbase ka. Janë burgosët që kam unë, marrin leje për shembull, janë shumë korrekt. Për shembull, i jep lejet hanën ti po. Dielën darkë ke shtëpi. Po ti pas ke super më. Nga diela hanë. Ditë punon. Lejet hanën ti po dielën shtëpi. Letrin pas ka ofertë më të mirë burgu tjetër për skase që tjetër. Kto mund të ke për shembull veglat e vjetra. Po pra, shikoj çam thotë unë, o drejtor, thotë ke ai burgu tjetër thotë kanë aktivitet kulturor. Po pse më çet themur, i them se ku jeti program Erasmus. Po, Erasmus. Drejt. Ja, po edhe profesionista më valla, merrni njëri me Excel. Excel më po. Kto janë sugjerime ta për përmirësimin e situacionit, kishte bën Excel me grafik më. Ku më shaveshëm me diagrama, thash, po ti pse je këtu? Po për mashtrim financiar. Po këto vizita speciale si keni bërë? Tash këto vizita speciale na janë bërë problem. Po pse? Se çfarë not? Për shembull, është dhoma e vizitave speciale, karton gest. Po, momenti që marrë vizita speciale, knoja për shembull, kuptimin, a? Duhet gjithë vizitë speciale. Qartë. Vizitë ato që kanë. Po. Falë regjistrimet për sezonin e ri kur fillojnë? Për burger? Janë para Big Brother. Asaj nat, më. Ky pas super strategji. Ishin gjithë, ti sapo dhe një super mesazh. Po këtë po i them pra kur e fillon regjistrimet. Fillu grupe interesi valla, janë ca grupe duan sport, më shumë sport, disa grupe duan libra. Më kanë ardhur ca të duan libra të Tom Cook. Do të mure. Është një njëri ynë. Po sa tha duan ta shtyp vitin, tha i libër në vit 7 vjet, 7 libra. Shiko, tani që filloi kampionati botror, thuaj që flejn ditën që natën të kenë mundësi me paneshit. E rekomandoj këtë. Qartë, do t'ja bëj. Është i grup tjetër kërko sushi. Sushi për pilaf. Si ka mundësi më burg sushi. Janë me qep asnjë? Një më që janë të që thumë, po gjithë shu gjona me. Ma e keqe javë në kalume, në erdi inspektim. Në erdi inspektor, ishe i burgos në lojnë koridor dhe o drejtor. Kur menoni të renovoni që këto ambientat më burë? Kur menoni ti dalësh? E më thash ta zjas një qikta se po e renovu si burga do rive ta kohë. Sa të bërë presidenca pas e do kaloj ke burgjet. Jo gruja tha e ke para sushi. Po e se duket sigurosh kjo puna burgjeve. Jo nuk që ka i letë, nuk që ka i letë. Maxi faleminderit shumë faleminderit juve, uroj që kemi ditë këtu afër me. Patjetër. Pas e prit drek mund vip të trenes si staf. Jo, them të kem burgos. Me këto kushte vallai. Why not? Aq më tepër që ra qeveria një personalitet i shquar i botës mbar shqiptare që ka shprehur për Zvërnecin, një arsye më shumë për dalë në protesta. Dhe cili është ky personi? Gjesti. Aha, okay. O baba. Edi ku jet bëj mbylljen? Këtu jam. Isha pak deri në Erasmus. Po më zër më bajt shumë mirë. Ja pra që erdhi dhe fundi. Ka ardhi fundi një sezoni të shkëlqyer. Po ishin 3 muaj të çmendur miq, faleminderit shumë që na keni ndjekur për gjatë këtyre 12 episodeve. Ne kemi pasur një traditë dikur koleg që përqafoheshim në fund të Kaperrenën. Është një traditë shtrënguese. Po më shkruan Flavio. Flavio. Është herë e parë më duket që po na dëgjon. Flavio njëri i lartë. Ose e ka zënë Levza ose është shkushur maja e veshit.
Faleminderit. A do përqafohemi? Ndërkohë që kemi ndjekur Kape Renën 12 episode, një program që prodhoi nga Club FM. Hajde thuaj këtu zemra. Në bashkëpunim me Faktoria. Është i hapur dhe ky imi. Hajde. Ja, mbaroj këtu. Mbaroj këtu. Taçim, puçim. Hajde, gjeni nisu tani. Hajde. Përkohet pak, hajde, rregulloj çik. Hajde kalofshi mirë. Hajde, mirupafshim gjithë. Kape Renën është një prodhim i radios Club FM me mbështetjen e Faktoria, mundësuar nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.